Pari Ballim pas kemi, Albana Vokshin, Edi Palokën, bëhet rotacioni me këto? Shpa diskutim që PS-ja do pretendoj 20. Janë ajo është analiza që të bëra pak më parë, që të thash me figurat vjetra, unë kam lindur 95-ën, ke po të njëjtët, këto individ kanë humbë 4 herë. Këto janë sillur prapë përballë shqiptarëve ndaj Ramës dhe është mëse normale logjika e Ramës dhe PS-s që thotë unë këto 4 herë i kam mundur, do t'i mund dhe për herë të 5. Me të njëjtat emra. Me të njëjtat emra. Se s'ka risi prandaj. I vetmi risi është Besar Xhaferi, që është për të përshëndetur, që unë kam bashkëpunuar edhe është një vlerë e shtuar e listës Partisë Demokratike. Për pjesën tjetër pastaj no comment. Po, kam parë një mbështetje të zotit Xhaferi kryesisht në rrjetet sociale, kështu që po, është edhe një si zoti Xhaferi duhet ishte edhe lista më lartë që të ishte listë fituese dhe PS-ja nuk do pretendonte 20. Po do ishte minus. Ishte pjesë e listës së mbyllur që PS-et mos ta kishte më të vështirë betejën e Jorita Tabaku, pa diskutim. Joritën e mendoni deputete, është në listë hapur. Joridën e mendoj deputete dhe Joridës i uroj edhe fitoren. Qarkun e Tiranës është një zonjë e cila ka punuar, është dedikuar çdo kauze të Partisë Demokratike dhe ka qenë opozitare, qytetare e devotshme. Tani nga emrat e tjerë, për shembull, ja ti marrim me radhë, Ilir Ali Mehmeti. Është figurë pozitive, është figurë për të cilën unë kam një vlerësim personal, por që nuk më ngjit politikisht. Nuk të ngjit politikisht? Jo, politikisht jo. Pse? Kam një respekt, por që nuk si duhet jetë një politikan, duhet jetë i ashpër, agresiv? Jo, duhet jetë si Jorida, për shumë më pëlqen kauzat që kanë ndërmarrë, kam parë më pasiv Ilirin. Është çështje e vlerësoj si figurë, e vlerësoj në integritet, mendoj që do ishte vlerë shtuar. Mendoj që do ishte shumë vlerë shtuar për parlamentin, e shoh shumë qytetar, por nuk më ngjitë në qasjen politike të bërurit luftë për kauzat opozitare, siç e ka bërë zonja Tabaku, që e ka bërë po në mënyrë qetë dhe po në mënyrë qytetare, siç e ka dhe zonja Zhulali, që prapë mendoj që do ishte vlerë shtuar e listës mbyllur, cilën prapë e kanë lënë listë hapur. Kurse nga meshkujt pastaj është po t'i shoh emrat. Po Ildën, për shembull, e shikon listë mbyllur e meritonte. E meritonte, por do të jetë në parlament? Nuk besoj. As Ali Mehmetin jo? Jo, personalisht këtë ta them në mënyrë subjektive, sepse nuk përqaset qasja e ti me politikën që bëj unë ndoshta dhe nuk e gjej veten. Qartë. Mund ta gjenë shumë tjerë dhe normalisht janë të lirë ta votojnë. Lisandrit për shembull prapë i uroj suksese. Lisandri Hoxhës, po, Lisandri është një figurë intelektuale, është një figurë luftarake, është një figurë i cili ka dhënë shumë kontribut dhe ka bërë shumë për Partinë Demokratike, që e meritonte të ishte ai në vend të Edi Blushit në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. E meriton të Edi Blushit të jetë pjesë? Po nuk tani e meriton të Edi Blushit të jetë deputeti LRI-s, është një çështje që nuk jap dot unë opinion, sepse nuk kam aderuar në atë parti. Nëse është pyetja, meriton të jetë pjesë e listës PD-s, absolutisht jo. Të PD-s, patjetër. Të PD-s jo. Tani të LSI-s, arsyet i din ato që por ai ka kontribuar aty, ndaj pikërisht, për mua është në PD pa flasim. Për mua jo, absolutisht jo. Jo. S'ka pikë kontributin PD-s, s'ka si. Çollaku, zoti Çollaku, ka bërë fushat, është i angazhuar, i bindur se do të jetë deputet, e shikoni të jetë në... Absolutisht jo. 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 Nuk ju bind fare. Jo, fare. Zonja Dhurata Çupi, një vlerë shtuar e PD-s e cila? Është një zonjë ndër më të mirat që ka Partia Demokratike, qytetare, luftarake, një keqardhje madhe kur e shoh zonjën Çupin në listën e hapur dhe shoh Albana Vokshin uzurpuesen e Partisë Demokratike, femrës e cila ka 4 praktikisht mandate pa u bërë një herë zgjedhje tek Forumi i Gruas. Shoh një komunizëm të vërtet brenda asaj të quajturës Parti Demokratike, që ka vetëm emrin. Kështu që për mua është pa merit. Zonja Vokshi, duhet të ishte zonja Çupi në vend zonjës Vokshi. Po, zonja Çupi nuk ka bërë aq betejë krahas Berishës sa Albana Vokshi. Po, Albana Vokshi, këtu i bashkangjitem kolegu tim Darsulës, që është një ndër emrat më të urryer, bashkë me Flamur Nokën. Kështu që zonja Çupi është një emër i pëlqyeshëm. Është një emër i pëlqyeshëm në mas zonja Çupi.
po ta vëshretet të takimet me qytetarët, jo që po e them unë jam shumë objektive për çdo emër, nuk mohoj kontributin e askujt. Por Albana Vokshi është një femër e cila ka uzurpuar forumin e gruas Partisë Demokratike. Nuk ka bërë njëherë garë. Dhe ti në momentin që nuk ke njëherë garë, do të thotë që ti po mban diçka me dhunë, po e mban me zor. Po, ata janë dy njerëzit më besnik dhe më krahas, më afër Berishës në çdo betejë që ai ka bërë. Po çdo betejë që ato kanë bërë nuk i kanë nxjerrë një betejë fitimtare, pse Flamonoka nuk shkon Kukës. Këtë nuk e di. Pse nuk janë më të pëlqyerit në listat hapura, as në zgjedhjet e kaluara. Sepse voton... Po kjo është edhe një listë besnikërisë, a? Po lista e besnikërisë i bie të jemi në listë personale, më e zonjë. Nuk jemi në listë për të dhënë alternativë për qeverisur për popullin. Lista personale bëhet për interesa familjare, jo për interesa politike. Jo për interes qytetarëve, jo për t'i dhënë një mirëqenie qytetarëve, jo për të poshtur Edi Ramën. Qëllimi është kemi besnikët e të mbajnë partinë, apo është qëllimi të mundim Ramën? Kjo është pyetja ime. Aslan Dojani? Nuk e shoh. Nuk e shoh, fare, absolutisht. Nuk e shikon. Jo. Jam për të përshëndetur disa figura të reja. Adriana Kalaja, gjithashtu? Nuk... është Adriana Kalaja dhe Shpëtimi Drizi, gjithashtu që është koalicioni. Për zonjën Kalaja nuk më duket që ka qasje pozitive ndaj qytetarëve apo në studio televizive shumë radikale për të pëlqyer, kurse doja të përshëndesja faktikisht sa figura të reja që janë Jonathan Pano, Albia Elezi, cilve dua t'ju uroj edhe suksese, Lorenza Hoxha. Jam më shumë tek rinia sepse mendoj që PD-ja, dhe jo vetëm PD-ja, po dhe politika duhet përgatisi gjeneratën e re. Nuk është fjala për Alesian apo për këto tre emra, por duhet të ketë një gjeneratë re. Nuk mund të ketë gjithmonë emra të vjetër, emra që nuk treshin as interese, po t'ja mjaftosh, t'ja shikosh emrave që ka Berisha në listë mbyllur, vetëm shikueshmëri në rrjetet sociale, kanë shumë të vakët, nuk i ndjek më njëri, nuk ka më interes publiku te këto. Dhe prandaj ato lloj figurash, ato lloj personazhesh janë praktikisht personazhe të kapitulluar politikisht në pikpamjen time. Grigelis Muçallari nuk e di nëse e njihni ka pasur. E njoh, është një ndër djemtë më punëtor që ka Partia Demokratike, është një djalë që e njoh ftuar 10 vjet, që ka kontribuar, ka shpërndar fletushka, ka qenë pjesë e forumit rinor të Partisë Demokratike, një qytetar, një qasje pozitive, ka mbështetur çdo kaos, ka qenë çdo protestë Partisë Demokratike dhe pa diskutim dhe Muçallari e ka merituar më shumë listën e mbyllur të Sefari Balliu. Sa mandate parashikonin PD-n në Tiranë? Duke llogaritur që 12 do t'jenë,